mëngjesi, mirë se të gjenë në kuzhinë. Këthe nga kuzhina që bëhet si aroma të mira po na vinë. Tërmet. Qa kemi sot? Se me siguri që po e pyesin edhe anvisat që të gatuen këto të dyja sot. Pa tjetër, jemi në të dyja, kemi më të mirën tonë të mundshme, dhe më pas është gatime, sepse gjej parë që është ajo. Dëshira, humori, kjo pra, ajo dhe diçka që zjen që janë makarona bolognese, por në formën e pastiqës. Po, në tavë aty? Po, në tavë. Gjysë tavën se kam marrë, 50 goca, pastaj shpejt. Kam makarona që kam vendosur të zihen me pak ujë edhe krip. Po mirë. Makaronat. Sa minuta? Cilin lloj? Dëgjoj. Se kam ja dëgjuar që s'jam e përgatitur. Lexoj sa minuta ti këto, sa të mbaroj dhe unë të mia sa duhet. Këto e kanë të lexuar, këto tashmë e din anvisat dhe shikuesit tanë, se ne pse zgjidhim në pastën Ola, duke qenë se është një pastë me një eksperiencë jo shumë vjeçare në vendin tonë, por për mënyrën se si ka zgjidhur Ola të sjell pastat në Shqipëri, është bazuar tek mjeshtrat italian. Aty në Venecia, ku prodhohen pasta dhe ku sillen kaq të freskëta në vendin tonë, sepse edhe mënyra e përzgjedhjes së grurit të plot, edhe mënyra e përpunimit, edhe mënyra e prerjes në pllaka të bronzta e bën këtë pastë një nga premiumet më të mira, më cilësore që mund të gjejmë këtu në vendin tonë, kështu që s'kemi se të shkojmë deri në Itali për të marrë një pastë, për të shijuar një pastë të mirë aty, sepse Ola ka menduar pikërisht për këtë lloj shije, këtë lloj preferencë dhe këtë lloj përzgjedhje nga konsumatorët shqiptar. Ne gatuajmë pasta të ndryshme, respektojmë minutazhin e zgjerrjes, që është një nga pikat shumë të rëndësishme për ta theksuar, në mënyrë që pasta të jetë e duhur, të tretet dhe të ketë shijen premium siç është prodhuar pasta Ola, dhe aq më tepër pikë kyçe dhe shumë e rëndësishme është ajo që unë thash, prerja në bronzë. Trafilatura al bronzo është një prej pikave karakteristike të pastave Ola, sepse bën që çdo salcë që ne do ta shoqërojmë këtë pastë të jetë e ngjitur mirë me të dhe ne ta shijojmë, mos jetë më vete pasta, më vete salca. Kjo fal prerjes së bronzët, duke i dhënë asaj një teksturë shumë të afshpër dhe jo të lëmuar, dhe pikë tjetër e fortë është edhe ngjyra e saj e hapur, që vjen pikërisht prej të qenit një paste premium, ka këtë ngjyrën siç e shikoni ju këtu dhe që nuk ndryshon as kur ajo zjen. Dhe do ta shihni tani se si do ta kombinojmë në recetën tonë të shkruar. Shohim pak përbërësit e makaronave të sotme, duke qenë se është një nga pjatat e preferuara, kam përshtypjen të kujdo, duke i sjellë ato në forma dhe në shije të ndryshme. Spaghetti bolognese në furrë vjen këtë herë. Do të marrim një pako me makarona spaghetti, 600 gram mish të grirë, një qep mesatare, një kungulleshk, një gjysmë spec të kuq, pa ashtu edhe një gjysmë spec i jeshil, gjysmë luges çaji, spec i thatë i bluar, hudhër e thatë, borzilok i thatë, shifeni pak ka shumë aroma dhe erza aty, kemi 500 ml salcë bechamel, kemi djath parmigiano, 30-40 gram djath kachkavall, krip dhe piper i zi. Kjo është lista e përbërësve të shkruar. Tani, përbërësit që unë lexova janë në tryezën tonë dhe ne bashkë me to do ta gatuajmë këtë recetë. Kemi nisur me zgjerrjen e pastës në minutazhin që përshkruhet në etiketim, do ta keni parasysh të pjesën e kohës, 9 minimalja, 11 maksimalja. Kjo është për të jo vetëm për t'i dhënë teksturën e duhur, sepse nëse ne e zjem më shumë se ç'duhet ta bëhet si qull. Do të thonë çdo lloj paste kur ti e zjen më shumë se ç'duhet, nuk ti jep rezultatin e duhur. Duhet të jetë al dente. E kemi zier, më pak lajtë duar sepse preka makaronat. Ne zijem më pak se sa që kemi këtu, sepse pjesa tjetër do të vazhdoj edhe në furrë. Gjë që i kam zier me vaj dhe me krip. Brenda ka shumë dashuri, patjetër. E lë më njanë me pak ujin e vet. Shtoj mielin, gjalp, dhe tek gjalpi pak vaj. Të jetë një masë kremoze e tillë. Nuk duhet që mielli të jetë i kokrizuar dhe të jetë toptha. Duhet të jetë masa e tillë. E lë sikur zien. Po të doni ju mund ta bëni edhe me nisë shte,
pa proces termik. Shtoj arëmysh, karmoskat, arkozani. Si të doni ju? Si shte kjo e treta? Arkozani. Arkozani. Shtoj masën e kripës, por pak me karar. Pak fare një prekje. Piper. Do ta shuaj me qumshin e jetës. E shikoni që nuk është fare nevojshme që të rini me siklet derisa të tretet. Tani ju po të doni, mu të shtoni vezë. Po të doni, po mos të doni, nuk i shtoni. Si të dëshironi ju. Ishte i kokër vezë. është forcë e zakonit. Jo forcë e zakonit, është ajo e shijes dhe veza. Ka më mirë, veza dhe qumsh janë dy produktet e para. Të beshameli shkon veza. I shkon jeta. mirë. E lithë më mirë, e bën atë më kremozi, e bën ngjyrën e bukur. Po të dua unë, mund të shtoj pakës fare ujë, që mos a bëj fare... Në ndërkohë ti mos a bëj fare kremoze. Mos a bëj fare kremoze. Ja. Unë i më merr një kokër vezë, më merr një kokër vezë. E do të holl beshamelin. Ja. Ela të tillë. Dhe ndryshoj pozicionet. E mbaj në gjendje të ngrohtë. Dhe aty gatuajmë tani vendos një perimet. tigan. Vaj bimor. Sikurse kam mishin e grirë. A ju kujtohet që kisha masën e qoftes me qepën që i lash më njanë? Kjo është. E kam zirë me ujë dhe nuk kam shtuar fare vaj. Gjë që e shtoj direkt. E shtoj direkt. Ups, e largoj. Aty do ta gatuajmë, çik mishin e gri, po ndërkohë brenda ka edhe erëzat e veta, tamam siç e përgatitëm për rumin e qoftë. Kam qep brenda, nuk është se s'kam qep. Gjë që nuk e shtoj. Do të marr specin. Nga perimet kemi 2 speca. Kungulleshkën e voçkën këtu. Ja. Tu jemi tek ajo receta e plot që i ka perimet, karbohidratet, proteinat, të gjitha në një gatim. Erzat, bimët, djathrat, të gjitha. Sepse ka dhe djathë të ndryshme, ka dhe bimë aromatike, ka dhe erzat të ndryshme. Ka proteinat, është mishi, është veza, beshameli, djathrat po ashtu tek beshameli, qumshtin, karbohidratet tek makarona, kështu që të gjitha në një. Pishtoj. Kungulli shtohet në fund, ju e dini, sepse ka një përqindje shumë të madhe të ujit në trupin e vet, dhe filloj dhe tjetra. I bëj një prerje në mes. Kështu që nga perimet kemi vetëm specin e kuq, specin e jeshil dhe kungulleshkat. Sërisht, ja që mos... Thash, beshamelin e mbajmë në gjendje të ngrohtë. Sikur e vendosim në banjomari. Opa. Në specin. Një spec të kuq, spec jeshil, si të dëshironi ju. Që vendosim perimet, në ato zbuten, qepon e ka mishi grirë, me që se ne kemi të ndërtuar më herët për qofte, plus që ka dhe erzat, në të ja përforcojme të pak më shumë, për të kaluar dhe tek perimet dhe tek beshameli.
se nuk e mbledh dot, është e hapur. Speci kuqi e vërtet shije, ka tull, Patjetër. është më i ëmbël. Edhe ngjyrë ka për t'i dhënë, ndërsa edhe më shumë të forcuar shijen do t'a japi tani speci tjetër, speci jeshil. Ja, njësoj si makaronat. Pra 3 hapa, zje makaronat në minutazhin minimal të përshkrimit të tyre, bëjmë gati beshamelin dhe në tiganin tjetër bëjmë gati perimet dhe mishin e grirë. 3 fronte pune, themi neve. Direkt. Ndajmë në 3 procese, që më pas ti bashkojmë njëra tjetrën. I kam gjithë gjëra, tak, 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 i pozicionova në vendin e duhur. Nuk ta lë kaq shumë i kuzhinën, absolutisht jo. Fare mos më shqetësoni. Fare mos më shqetësoni. I lëm të zbuten dhe rikthehemi me Jo, një jo, shkëputje fare, të ja, një vogël. sekond, ja. Do t'i bashkosh me Siç kam makaronat, shtoj edhe masën, sepse unë në kohë nuk e kam do e vendosja pastiçe. Po t'ishte të shkruaj pastiçe, nuk shkruaj makarona bolognese. Ja. Shtoj erëzat e pakës tjera. piper, hudhër plur, dhe e lë me kaq sa të bëhet avash. Po. Unë të marrësh edhe kohën tënde, Androniki. Jo, do kalojmë tek shkëputja jonë e parë, është një moment që pauze promocionale, shkurtër fare, dhe ne vazhdojmë recetën me njerë pas pak sekondash. Vjojmë punën në kuzhinë për ta përfunduar recetën tonë të parë, të makaronave bolognese, me perime, me mish të grirë, me salcë bechamel, me erza dhe me bimë aromatike, prej të cilave kemi zgjedhur majdanozin, kryesisht bishtat e tij, kësaj bime të fuqishme, të shëndetshme, që gjenë përdorim në shumë receta, në shumë sallata, çajra, dhe ata që ja njohin me vërtet vlerat, sigurisht që e përdorin masivisht në kuzhinën e tyre. E shtojmë edhe këtë pjesë tek përzierja e pastave dhe e perimeve mishit të grirë. Opa, furën e parangrohur mos e harroni, gjë që unë e kisha harruar dhe e ndeza tani, shpejt, i largoj. Lë paksa të ftohen duke i shtuar pa shumë pak vaj. Një gjithë të masë, Është e nxehtë. e kanë edhe të marrim atë lugën, prit. Gjithë masën që kishim në tenxhere me perimet, ja marrim këto perimet që kanë mbetur, Opa, kaq. e shtojmë këtu, E e lëm. nivelojmë pak. Dhe duke e niveluar, shkojnë në vendin e vet perimet edhe mishi, po ashtu edhe makaronat, në mënyrë që të mos kemi hapësira ku të mos depërtoj bechameli që të Aty ku kam dashur unë që ta lë paksa të ruaj ngrohtësinë, marr pak ujë. Ose qumësht, marrë qumësht, apo të shtosh Nuk dua bimë, ta bëj shumë kremoze. Kaq. Nuk edhe pak më e hollë, sepse dhe vetë makaronat përthithin ato lëngjet. Opa, ja, e E punoj. punojmë. Duke qëndruar, dihet që bechameli do të problem, ja. pikset, do të trashet. E ka. Së bashku bëjmë një përmbledhje edhe të recetës, të përbërësit, duke qenë se ajo është drejt fundit dhe përpara të kalojmë tek pastarsja dhe receta tjetër. Aty kam mbetur vetëm djati për t'i shtuar dhe patjetër që t'i shtojmë mozzarellën e arlës, spaghetti bolognese në furrë. Ende nuk i kemi vendosur në furrë tavën tonë, për cilën përdorëm 500 gram makarona, spaghetti nga Ola, 600 gram mish të grirë, një qep mesatare, një kungulleshk, gjysëm spec të kuj, gjysëm spec jeshil, spec të thatë pluhur, hudhër të thatë, borzilok, salcë, bechamel, djath parmigiano, djath kaçkavall, krip, piper i zi. Pastaj nga djathrat zgjidhni
Ato që juve ju ndodhen në shtëpi. Direkt, vezën. Beshameli shtojmë edhe një kokër vezë. Një përzierje shumë të shpejtë që veza mos piqet. E largoj sepse dua të jetë kremoze. Një përzierje që të kem masën tamam. Më ndihmo pak, se s'kam syzet. Apo do gërshër? Shkapi mozzarellën, okej. Do gërshër? Gati këtu. Si është rinia? Ka një gjë të mirë këto paketimet, sepse ti s'mund ta përdorësh të gjithë masën për një gatim. Do ta përdorësh një herë tjetër në një tjetër gatim, me një tjetër pizza apo supë apo ku diun në vend tjetër. Kështu që bën mirë që këto paketime të jenë të tilla hermetike që ti përdorësh pak më vonë. Dhe bëhet fjalë për këtë djathtin mozzarella Arla, se avash do zbulojmë gjithë gamën e produkteve të shijshme, të thjeshta, dhe kanë një avantazh produktet e Arlës që janë të lehta, të thjeshta dhe me përbërës 100% natyral, prodhohen në Danimark dhe ne i kemi këtu për t'i gatuar dhe për t'i marrë shijen maksimale. Jo vetëm djathit mozzarella, apo djathit cheddar, apo djathit gouda që sjell Arla, po edhe kremin e djathit, në tani këtë djathin e grirë mozzarella, dhe një ngjyrën, cilësin, do t'ja shtojmë sipër, dhe avantazh tjetër është ju mund ta shihni për çfarë lloji djathi bëhet fjalë, dhe sigurisht me gjithë këtë paketim të bukur keni edhe ca receta këtu mbrapa të tjera, nëse i doni kështu të shpejta. Ndërsa produktet e tjera pastaj të kremit të djathit për cilën është njohur dhe njihet mbare mirë Arla, vinë në shije të ndryshme, në tekstura të ndryshme, me bim të ndryshme, me perime të ndryshme, ose kremi natyral, ose kremi më pikant. Se këtu duhet t'i kemi të gjitha, duhet të kemi edhe të tjera në frigorifer. Albana, t'i shoh, t'i marrim, t'i tregojmë edhe lacto free, edhe me bim dhe krem djathi të freskët. Pra, gjyra e paketimit do t'i orientoj më mirë edhe për çfarë bëhet fjalë. Pra, nëse doni ju që ta përgatisni atë bukon, apo atë supën, apo atë gatimin tjetër me një krem djathi, kremoze, në të cilin të përmbajnë edhe bim të tjera, i keni këtu dhe erëza të tjera. Nëse ju jeni intolerant ndaj laktozës, ka menduar Arla që ju të mos kufizoheni në përdorimin e kremit të djathit, kur doni ta përdorni në receta të ndryshme, është pikërisht kremi i djathit lacto free, që mund ta shijoni në të një. Pastaj është shija natyrale. E rëndësishme është që është një krem i freskët natyral djathi, që përpunohet shumë kollaj kur e përgatitëm atë cheesecake-un që doli shumë fantastik, dhe cheesecake-u nuk mund të përgatitet pa një krem djathi të mirë, kështu që edhe përpunim dhe tekstura dhe delikatesa dhe shije vjen shumë e freskët dhe shumë e arir, do thoshte në gjuhën popullore. Një gjyshe që thot sa i mirë që është ky krem i djathit, dhe po ashtu edhe djathrat e tjerë të grirë që janë të gatshme dhe me këtë paketimin e duhur për ta ruajtur atë përgatimet e tjera, hermetik për ta mbajtur në frigorifer. Mozzarella, gouda, cheddar, gjeni kudo, kur të kemi mundësi, do t'ja u tregojmë gjatë gatimeve të recetave tona. E marrë dhe vendos që është edhe në piksur? Po në çfurme, ne s'kemi ndezur furrën. Hajde, se do kthehemi mbrapsht. Moj Albana. Sot nuk është ngrohur, do ta pas ngrohim. Do ta ngrohim fillimisht, më pas do ta pjekim tavën tonë me makarona mish të grirë dhe perime, ndërkohë. Por pa gënjeshtra do edhe pak poshtë. Do të mpikset, se është e rëndë, ishte e rëndë si tava, po jo. Kishte beshamelin, kishte mishin, makaronat, mishin e grirë me perime, për recetën tonë të parë të bolognezeve tona në furrë, në tavë, makaronave të cilat kanë beshamel, kanë dhe mish të grirë dhe perime, në 3 procese pune të veçuara, dhe shija është duket fakt që ka dhe një pamje të këndshme.